Fakt Zelenski s'duam ta themi është përfaqësues si një lobi hebre që besoj në historinë e tyre sa ata hebrej, domethënë është kuptohemi, janë vërtet raca më e zgjuar e planetit. Kjo e përzgjedhur, tamam, siç e kanë shkruajtur aty ashtu janë përzgjedhur. Dhe mirë vëlla, po doli edhe një tjetër që thamë janë racë zgjedhur edhe i kaloi nga Gypjo Xhaku. Po si ishte ai shumë i zgjedhur, nuk ishte zgjedhur. Nuk ishte ai shumë i zgjedhur, këtu është problemi. Më kuptove. Sepse mund ta trajtojmë çik më vonë këtë, sepse është shumë interesante edhe kjo raca e zgjedhur e Musteqës. Shiko, se pat se mua më kanë akuzuar kohë e fundit si filoputinist, po u qetësova disi Amarildo, sepse pash edhe një Konstantin Geberit, ky është ndër themeluesit dhe ideologët e Solidarnosit, ne e dim kush është Solidarnosi, organizata e parë antikomuniste, është hebre dhe ky kishte thënë që or zotëria, ata në Ukrainë janë nazist, nuk si më thënë, dhe këtë kishin është polak në fakt, ky hebre polak, dhe kishin akuzuar si filoputinist këtë. Do me thënë, bota po bëhet shumë e ngatruar, po që ti kthejmë temë thonë, më falë që të ndërpreva. Ti kthehesha pikërisht aty ku e nisa. Pra, Zelenski vjen nga një rrym që pra pavarësisht se çfarë flasin hebrejtë, po t'i futem me historisë, pak na shus janë futur që jam deri në gjys. Po sa më shumë ta gëvish aq më keq. aq më keq del. Është fakt që më fal ti si te ata që s'kan zemër me pa filmat horror, shkojnë deri te mesi edhe ikin domethënë. Pikërisht ashtu filloi shef ato pjesët e tjera me gishtat shumë përpara ke syt, e ke parasysh. Por e bukra e kësaj është që për një gjë bota perëndimore duhet t'i falenderoj hebrejt. Edhe katolikët që, domethënë, ata hardcore që i thonë, më kuptove, që fajsojnë hebrejt për gjithçka. Duhet, domethënë, kur i fajsojnë, sepse dëgjoj, urrejtja të heq dhe trunin, nuk e di jam kuptoj. Pra, për i gjë që ata duhet pa tjetër të falenderojnë hebrejt është lufta ndaj komunizmit. Do më thënë, komunizmi, po e them sot, edhe kjo është fjallë, masi e them unë fillojnë e thonë në ca tjerë, ka ra si pasojë e hebrejve. Po edhe ata e prunë në burë në një farë mënyre. Imagjino, byroja politike e Partisë Komuniste Bolshevike, ndër 5 veta, vetëm Lenini nuk ishte hebrej, 4 tjerët ishin hebrej. Madje dhe Stalini u fut që të rregullote një çik raportin e forcave, të shkonin 5-2. Tani, këto pastaj, këto janë gjithmonë futen tek, domethënë tek historia futen gjithmonë tek ato, si mund të them, tevime. Çfarë ti mendon? Unë po flas për realitetin. Pra, kur fola që janë një racë vërtet të prezgjuar, këta siç shpikën shumë gjëra të mrekullueshme që ka shpik bota, janë fut dhe psikologjisë, i kanë dhënë aq shumë sa i kanë dhënë bota, i kanë dhënë manipulimin që janë nishat e botës. Nuk e di jam Janë nishat, absolutisht po.